Autoritetet italiane kanë çmontuar një tjetër organizatë narkotrafiku në vend dhe këtë herë një rafineri moderne të përpunimit të drogës dhe shpërndarjes së saj. Operacioni u krye në zonën e Firencës nga karabinierët që gjurmonin prej kohësh aktivitetin e dyshimit, teksa sekuestruan përveç laboratorit edhe 34 kg kokainë me vlerë tregu mbi 1 milion euro në çmim shumice. Në pranë ka rënë një shqiptar 54 vjeçar dhe 3 kolumbian që dyshohen edhe si organizatorët e aktivitetit kriminal. Në veçanti, oficerët vunë re lëvizje të çuditshme pranë shtëpisë së burrit shqiptar dhe vendosën të hetojnë më tej duke kontrolluar ambientet. Karabinierët zbuluan në dhomat pas shtëpisë një rafineri të vërtet kokaine që përmbante disa bloqe droge me një total prej 34 kg-sh, si dhe rezervuar peshore, presa, një furrë, pompa, makina paketimi me vakum, çanta dhe materiale prerëse. Një laborator i vërtet i përdorur për prodhimin e më shumë droge. Sipas urdhrit të prokurorit publik në detyrë në zyrën e prokurorit publik të Firencës, 4 individët u dërguan në burgun e Firencës për seancën pasuese të vlefshmërisë para gjyqtarit hetues. Të katërt u lanë në paraburgim.